Dy nga çështjet më të ndjeshme që kanë qenë për këto gati 35 vite, ka qenë çështja e pronës dhe çështja e pensionit. Pse them çështja e pensionit dhe çështja e pronave? Çështja e pronave kishte të bënte sepse për 50 vjet ishte një sistem tjetër i cili e kishte ai të administruar pronën. Mbas viteve 92 kur u prishën të gjitha fermat dhe kooperativat, atëherë u krijuan dhe strukturat, institucionet përkatëse që do shpërndanin dhe pronat e viteve 46 dhe më përpara. Gjë e cila filloi me një korrupsion dhe me një nivel vjedhje në mënyrë më të shprehuar të mundshme. Kjo pastaj filloi që të kalonte në gjykata të gjithë proceset dhe ku njerëzit dhe falsifikonin dokumenta, po dhe nuk merrnin pronën e tyre të cilën e kishin të trashëguar qoftë në partë e tyre, po qoftë edhe ajo e marrë me anë të aktit të marrjes tokës në pronësi, e cila kishte të bënte me çështjet e atyre që kishin punuar në për strukturat bujqësore siç është kooperativa ose ferma, familjet bujqësore me i fjalë. Dhe këto prona filluan të tjetërsoheshin dhe të vidheshin. Të tjetërsoheshin dhe të vidheshin dhe nuk gjej e drejta në për gjykatat shqiptare. Dhe këto zënë gati 60% të gjithë proceseve gjyqësore për sa i përket ngarkesës që kanë gjykatat në tërësinë e tyre, dhe kjo 60% që ka të bëjë vetëm me çështjet e pronësisë, që sorollatën qytetarët, ca i sorollat Agjencia Shtetërore e Kadastrës, me 3 strukturat e veta, qoftë me Agjencinë e Kthimit Kompensimit Pronave, qoftë me Agjencinë e Legalizimit dhe pastaj me Agjencinë e Pajisjes me certifikate pronësisë, që është çështja e Kadastrës Shtetërore. Duke pasur një vështirësi, një sakrificë, duke një lodhje, një stërmundim, një stres, një ngarkesë të jashtëzakonshme, nervore dhe psikologjike për këtë punë, qoftë edhe gjykatat pastaj japin atë që është më e mundshmja, që mungesa e shpresës, e cila i ka boshatisur të gjitha zonat tona bujqësore, të fshatrat dhe një pjesë të qyteteve, duke ikur se duke u munduar për mos me gjetur dot drejtësi këtu, kanë gjetur rrugën më të lehtë për t'u larguar. Dhe pjesa tjetër pastaj ka të bëjë me pjesën e njohjes së vjetërsisë të punë, e cila dhe kjo ishte një pjesë e jetës të një shtrese të caktuar që vuajtë në kooperativa në ferma, të cilat u dogjën, u shkatruan mbas viteve 90 dhe filluan të pridhin gjykatave për të njohur vjetërsinë në punë, për të gjetur një dëshmitar, për të marrë një letër që kanë punuar në kooperativë, pa çka se shteti kishte të gjithë, kishte detyrimin ligjor që nëpërmjet legjislacionit të rregullonte edhe këtë mbarvajtje të këtyre qytetarëve, të cilët nuk kishin asgjë në dorë për sa i përket dokumentacionit shtetëror për vjetërsinë në punë, sepse gjithçka e administronte shteti, dhe derisa administronte shteti, ata vetë arkivat e shtetit e zgjidhin shumë lehtë të punë, por mënyra e korrupsionit i bëri të gjitha këto që t'i ngarkoheshin gjykatave shqiptare, dhe këto gjykata, duke pasur një ngarkesë të jashtëzakonshme, plus edhe me rekrutimin e tyre që ishin me një mungesë profesionalizmi shumë të cunguar, arritën pasaj që niveli i lartë i korrupsionit, vjedhja dhe blerja e vendimeve gjyqësore. Avokat, a mund të quhet drejtësi në momentin që një i moshuar pret gati 7 vjet për të marrë një vendim gjyqi për njërin e pensionit të tij, dhe ai e merr vetëm kur vdes mbyll syt? Atëherë, ashtu siç thash edhe në fillim që ngarkesat e gjykatave kanë qenë më të ngarkuara, kanë qenë në 2 fenomene, ose në 2 fusha, në fushën e njohjes të pronësisë dhe në fushën e njohjes së vjetërsisë në punë. Këto 2 problematika, për sa i përket çështjes së vjetërsisë në punë, unë kam pas edhe vetë një rast të tillë ku një qytetar i cili e filloi procesin gjyqësor për njohjen e vjetërsisë të punë në vitin 2013 dhe
ndroi jetë i ziu dhe nuk e fitoi gjyqin gjykat lartë, por nuk mori pensionin, se ndroi jetë. Nuk e përfitoi dot pensionin, jetonte me ndihmën që i jepshin vëllezërit e tij në pamundësi për të marrë atë pension që i takonte dhe të jetonte me një dignitet. Kjo është plagë e sistemit drejtësisë dhe korrupsionit të sistemit drejtësisë, e cila donte edhe ajo që të merrte një përfitim për të dhënë një të drejtë, sepse unë kam procese gjyqësore qoftë të Korçë, qoftë të Pogradec, ku persona që kanë punuar në kooperativë bujqësore, persona që kanë punuar infermierë në kooperativën bujqësore, sepse i mbulonte kooperativa bujqësore, nuk kanë arritur të marrin pensionin, sepse nuk ishin në gjendje që të gjenin 2-3 veta, se i donte gjykata 2-3 veta, për shkak se arkiva e shtetit i ka të gjitha për sa i përket vjetërsisë të punës dhe për t'i dhënë një pension qoftë edhe minimal, që ishte 8.700 lekë, ose 4.700 lekë, që ishte turp faqezes, për të marrë një pension, sepse me 4.700 lekë pra të reja nuk mund të mbyllësh muajin një person i cili ka punuar 30 ditë në kooperativë ose në fermë. Këto kanë qenë ngarkesat më të lodhshme, më stresuese dhe më të rëndat që kanë pasur gjykatat dhe vazhdojnë të kenë gjykatat shqiptare. Avokat, a ishte projektimi ose vëmendja shumë e shtuar qoftë e politikës, qoftë e qytetarëve, qoftë e medias, në proceset që ndiqte Spaku dhe GKK-ja, një dëm në thonjza që u bë drejtësisë së njerëzve të thjeshtë, pra duke u fokusuar më shumë tek një përqindje shumë e vogël që Spaku dhe GKK-ja gjykojnë, pra funksionarët e lartë të shtetit, e ndërkohë po ashtu media, po ashtu politika e la në harres njeriun e thjesht, gjyqjet e njerëzve të cilët kalojnë mbi 10 vjet ende në përdyrje të gjykatave dhe nuk marrin një vendim. Pra, a mendoni që reforma në drejtësi edhe fokusi që dha shumë ndaj Spakut dhe GKK-s ishte një lloj, po themi, negativiteti për gjithë sistemin e drejtësisë? Atëre, për sa i përket gjykatës speciale dhe prokurorisë speciale e cila u qel me vettingur në shtetin shqiptar, ishte një anë pozitive, por duke i dhënë përqendrimin kryesor politika kësaj, paçka se problematikat e shoqërisë tonë janë mjaft të rënda, i la pas dore me qëllim gjykatat e tjera që t'i shohësh janë për gjuna të Zotit, kur i thonë, ndërtesat e tyre janë për faqe të zezë, një pjesë e gjykatave janë për faqe të zezë, dhe kjo është përsëri përgjegjësi e politikës. Pse? Sepse politika po të donte ndërtonte objekte për gjykatat, objekte moderne, objekte të shkëlqyera, të cilat të ishin edhe me dignitet, qo për gjyqtarin, qo për prokurorin, qo për avokatin, po qofte për qytetarin që vetë të kërkoj një të drejtë në këto godina. Por godina tona lënë mjaft për të dëshiruar, duke i parë që nga paraqitja e jashtme dhe jo më pasaj nga brendësia e tyre. Politika nuk është kujdesur asnjëherë për sistemin e drejtësisë, përveç atij vettingut që bëri dhe nxjerrjes e një pjesë të mirë të gjyqtarëve dhe prokurorëve për sa i përket pastrimit në radhët e saj, asgjë tjetër nuk bëri, i mbylli gjykatat në për shumë rrethe, e la populli në mëshirë që të brithe në për rrugët e Shqipërisë për të kërkuar një të drejtë, duke pritur me vite të tëra që ai të humbte shpresën dhe mos ta kërkonte më atë të drejtë, dhe e treta pasaj mbyllja e gjykatave dhe sorollatja e qytetarëve tregoi më së miri se sa të interesuar dhe sa të dëshiruar është politika për të patur një sistem drejtësie modern. Për të patur një sistem drejtësie duhet të filluar që nga veshja e jashtme, që nga paraqitja e këtyre gjyqtarëve dhe prokurorëve, që nga godina në cilën ata do t'japin drejtësi, që nga ato ambiente ku ata do të futen
qoftë qytetari, qoftë prokurori, qoftë gjyqtari, qoftë avokati, janë mjaft të dobta. Kjo tregon sepse politika nuk e donte sistemin e drejtësisë. Dhe kjo është një këmbane madhe sot, pas kësaj vrasje besoj se sado pak do ndërgjegjësohet politika për të bërë një shkundje në veten e saj, për të bërë një shkundje qoftë Këshilli i Lartë i Prokurorisë, qoftë Këshilli i Lartë Gjyqësor, me qëllim për të bërë një analizë të thellë Ministria e Drejtësisë në të gjithë spektrin e saj dhe për të dalë pastaj me një nismë qoftë revolucionare, kur i thonë, për të bërë një aksion qoftë për godinat e reja të sistemit drejtësisë, po qoftë edhe për një disiplinim sa do të mundshëm qoftë të prokurorëve dhe gjyqtarëve. Pse them edhe për një disiplinim të këtyre, sepse mund t'i shohësh që nga paraqitja e jashtme një pjesë e gjyqtarëve dhe prokurorëve, dhe ajo tregon dhe nivelin e tyre kulturor pasaj. Kur i shef ca i shef si gangster dhe ca i shef si për gjyna. Ndërsa shumë pak mund t'i shohësh që t'i shohësh me një veshje serioze si që i shef në botën perëndimore, qoftë gjyqtari, qoftë prokurori. Kjo pasaj është e lidhur dhe me kulturën tonë të përgjithshme që neve kur nuk na vjen mirë dhe nuk fillojmë dhe shajmë prokurorit dhe gjyqtarin duke shfrytzuar postin e politikës dhe kur nuk lëm gjë pashar dhe këtu jo më larg se dje në mëngjes, kryetari i Partisë Demokratike nuk i la gjë pashar gjyqtarëve dhe prokurorëve të krimeve të rënda dhe nga krau tjetër pastaj po në orën 12 kur ndodhi vrasja filloi të përbetohej për sistemin e drejtësisë dhe të fliste pastaj për atë gjyqtar të mirë Gjoja që humbi jetën. Ai ishte një baba, la 3 fëmijë rrugëve tashi dhe kjo gjë do të harrohet shumë shpejt sipas kulturës dhe politikës shqiptare. Por kryesorja, mbi kryesoret është ndërtimi i objekteve të reja, ashtu siç e ka Korça, objektin të re dhe modern, duhet të kenë edhe Tirana, duhet të ketë edhe Durrësi, por nuk e do politika, nuk e do sistemin e drejtësisë, sepse duke qenë vetë me plagë mjaft të rënda vetë politika, ka frikë se bie në rjetën e sistemit drejtësisë dhe i del jashtë kontrollit sistemit drejtësisë. Në këto kushte më mirë duke e mbajtur në mënyrë primitive, qoftë për sallat e gjyqit, po qoftë edhe në objektet që janë dhe e mban të shtypur se sa ta lërë të lirë, se po e la të lirë, do t'i dalë jashtë kontrollit dhe nuk do ta ketë më për veten e saj politika. Kështu që përqendrimi më tepër tek SPAK-u, tek Prokuroria Speciale dhe tek Gjykata Speciale dhe ajo ka problematikën e vet, pasaj sepse dhe ata i kemi parë sikur janë të nënës dhe gjykatat e tjera i kemi parë sikur janë të njerëkës, sepse janë përqendruar më tepër tek këto ngjarjet e rënda që kanë ndodhur jashtë të krimi organizuar të këtyre qytetarëve tanë të cilët kanë ikur jashtë dhe merren me element të vepra penale mjaft të rënda dhe kanë lënë në mëshirë të fatit të gjithë problematikën e vendit tonë ku vidhet në mënyrë të tmerrshme prona, ku falsifikohet në mënyrë të tmerrshme prona dhe ku nuk e gëzon dot pronën dhe ai që ka, sepse ka frikë se nesër mund të gdhihet pa pronë. Sepse të tilla i kemi dhe një pjesë e strukturave të institucioneve shqiptare siç është Agjencia Shtetërore e Kadastrës.